ku edhe kemi arrit me fut në vetur. Kom vrejt që Pols nuk kom mujt me vrejt Pols, por për shkak të sulmit nuk kemi mujt me i dhanë ndihmë tjetër. Kimi vjen, këtu paraqitesh në foltore. Ma sjell të lutem. Para në sallën e gjykimit është paraqitur dëshmitari i dëmtuarit Shirin Shaqiri. Dhe rrugës, gjëqësisht në fshatin Banjsk, duke kaluar rrugës kemi vrejtur 2 kamion të vendosur në Urë, një urë që ka qenë në anën e djathtë, të cilët kanë bërë bllokimin e rrugës. Kemi tentu me kontaktu me dhomën komanduese për të dhënë informat në lidhje me bllokimin e rrugës, por për shkak se nuk ka pas valë, nuk kanë punuar as radiolidhja as telefona. Kemi vazhduar rrugës për me dalë magjistrale që lidh Zveçanin me Leposaviqen. Me gjetë një teran më të përshtatshëm ku kalon radiolidhja dhe punon telefoni dhe kemi patrullu deri te udhkryqi i fshatit Banjsk me magjistrala. E kemi dhënë informatën përmes radiolidhjes me dhomën komanduese, ku i kemi informuar në lidhje me bllokimin e rrugës. Na është thënë që të kthehemi në lokacion në fshatin Banjsk për me marrë pamje që për çështje operative me i dërgu me pasë ç'është është gjendja. Kur jemi kthyer në lokacion, për shkak që s'kam punu rriti, jemi largu pak nga ura dhe kemi provu prap me komuniku me dhomën komanduese. Kur në atë rast na është thënë se do të vinë disa patrulla nga stacioni i Zveçanit për të na asistuar në lidhje me rastin dhe kanë thënë se do t'ju kontaktoj nën kolonel Vetonel Shani në telefon. Kemi kontaktuar me Vetonel Shani në telefon, nën kolonel Vetonel Shani. Më ka pyetur se sa zyrtar politor jemi në lokacion. Më ka treguar që kërkojmë asistencë dhe prej Njësisë për ndërhyrje të shpejtë në bazë të kushtovës. Pasi më ka dhënë këto informata, ka kërkuar me komuniku me zyrtarin politor Mirsat Kryesdion dhe i ka thënë që të shikohet mundësia për largimin e barikadës. Unë komuniku me bazën e kushtovës, me që rast kam kërkuar që mbikëqyrti i drejt për drejt të vinë në lokacion për shkak se kemi pa që gjendja nuk është si zakonisht. Rreth orës 3 në lokacion kanë ardhur 2 patrulla nga stacioni politor i Zveçanit në krye me rreshtjeljen e ndjer afrim Bunjako. Në ato momente kemi bërë një komunikim në mes kolegësh, ku kemi ndarë pozicionet, konkretisht detyrat, dhe gjatë konsultimit me zyrtarin politor Alban Rashiti, më është thënë që të qëndroj te vetura, ndërsa kanë vazhduar zyrtarët tjerë për kontrollim rreth kamionëve. Rrështimi me zyrtarët që ka ardhur në lokacion, ndërsa kam qenë ka vetura kanë kaluar nga ana e majt dhe kanë vazhduar për kontrollim të barikadës mbi Urë. S'ka pas mundësi as me i përshëndet për shkak se gjendjes dhe në ato momente ka kontaktu kolonel Vetonel Shani në telefon, ku i kam tregu që ka ardhur patrulla dhe çat bisedës me të ka ndodhur 2 shpërthime të njëpasnjëshme. Kam arrit me i thonë në telefon që ka gjujtje, për shkak se pas shpërthimeve në çështje sekundi kanë filluar edhe gjujtjet, edhe kam marrë mbrojtje afër motorit të veturës. Ndërsa kolegët e mi kanë qenë afër kamionëve në pjesën ku ka ndodhur edhe shpërthime. Para se me ndodh sulmi, nuk kam mujt me vrejt me diçka të dyshemtë, për shkak se në pjesën ku kemi qëndruar ne, ka qenë një ndriçim më i madh, ndërsa pjesa e fshatit Banjsk, gjithsesi pjesa e Manastirit dhe Shtëpijav ka qenë në rrësi dhe nuk kam vrejtur diçka të dyshemtë. Pasi që ka ndodhur shpërthimet, në pjesën time të djathtë, si pasojë të shpërthimeve, ka qenë temë dhe nuk kam mundur të vrej se çfarë ka ndodhur. Kam siguru veten afër motorit të veturës, për kaq me mbrojt prej gjujtjeve që kanë ardhur në drejtim tonë, dhe ju kam kundër përgjigj sulmin. Nga kolegët kam dëgjuar duke më thirr, nga kolegët Alban Rashiti dhe Mirsat Kryesdion, më kanë thënë sjellë veturën,
se një koleg është plagosur rënd, ishte fjala për rreshtirin e ndirë afër Bunjakun. Pasi kam dëgju këtë thirrje, jam futur në veturën Toyota, që ka qenë veturën një siston, veturë e pa blinduar, dhe kam fillu me lëviz mbrapa, për shkak të pozicionimit veturës, më ju afru rreshtirit të ndjerë. Pas që ka pas shumë gjujtje në drejtim timin, nuk kam mujtë me e sjell veturën, me dërgu veturën afër rreshtirit, për shkak se vetura është dëmtuar shumë rënd, më është fik vetura, kam tentu disa herë me dhezë veturën, po vetura nuk është dhezë, edhe kam bejtë në veturë. Në ato momente, kolegu im Alban Rashiti më ka vritur që kam bejtur në veturë dhe më ka thirrë me bërtim, duke thënë që del nga vetura se vetura nuk punon. Kam arrit me dalë prej veturës, jam ullur pranë veturës për të komunikuar më mirë me kolegët. Me që rast, kolegu Alban Rashiti më ka thënë që të vazhdo në drejtim ti, se unë të mbuloj me zjarë, vetëm e janë në drejtim timin, për shkak se më ka përë që isha në gjendje shumë të vështirë. Në ato momente, unë nuk kam pas një uri që kolegu ka qenë i plagosur, edhe mendimin e tij jam afru në drejtim të mburojës që kishin marrë kolegët. Kam arrit me shku afër kolegëve, në përbreshëri të Plumash, dhe aty kam marrë vesh që përveç rreshtirit të ndjerë, është plagosur dhe kolegu Alban Rashiti. Të shtënat që nga momenti i shpërthimit nuk janë dalur asnjë moment dhe ka qenë armatim i rënd që është përdorur kundrejt nesh, po për shkak të errësirës që ka qenë në pjesën e fshatit, nuk kemi mujtë me identifiku se çfarë pajisjesh janë përdorur, por ka qenë armatim jashtëzakonisht i rënd. Sulmi ka ardhur nga drejtimi i Banjsk, i manastirit në fshatin Banjsk dhe për rreth. Gjatë qëndrimit afër zyrtarëve aty tek kamionët, ku kemi marrë edhe mburoj nga një kamion që ka qenë i parkuar në rrugën që të shtëpia në Izbar, zyrtari policor Mirsad Kryziu është afruar afër nesh dhe është munduar që të bëj lëvizje për të afruar tek veturat që kemi pasur në lokacion. Gjersa i ka bërë lëvizje, unë së bashku me kolegun Alban Rashiti dhe kolegët e tjerë, e kemi mbuluar me zjarr. Kolegu Mirsadi ka vazhduar afër veturave për të bërë përpjekje për të dhënë ndihmë rreshtirit. Ka vazhduar futur te njëra veturë, tek veturat të cilën kam tentu unë ta sjell afër rreshtirit të ndjerë, ka tentu ta ndezë dhe kolegu Albani ka treguar që vetura nuk është duke punu. Më shtën nga kolegu Alban Rashiti që të bëjmë dëmtimin e ndriçimit për shkak se kemi qenë në pozicion të zbuluar dhe se kemi qenë në rrezik të madh për jetë, me që rast kemi fik ndriçimin që ka qenë në atë lokacion dhe kolegu Mirsadi ka marrë veturën tjetër dhe është afru afër trupit të rreshtirit të ndjerë afër Bunjakut. Me që rast ka fillu me të rrik trupin e rreshtirit për me fut në veturë, ku i ka ndihmu edhe një koleg tjetër nga stacioni i Zveçanit, po për shkak të sulmit nuk kanë mundur që ta fusin vetëm ata dy në veturë. Kolegu Mirsadi ka kërkuar ndihmë dhe prej kolegëve të tjerë, që siç mua dhe kolegut Albanit. Albani ka thënë që për shkak të gjendjes së rëndë, për shkak se ka pas gjakderdhje të madhe nga plaga e marrë nga shpërthimi, nuk mundet me bëj tërheqjen dhe më ka thënë që të vazhdoj të ndihmoj kolegëve. Kam dalë ka pjesa e kolegëve dhe kam mundu me shty trupin për me fut në veturë, në karriget e pasme, për kam vrejtë që nuk po mundemi me fut në veturë dhe jam sillur rreth veturës nga ana tjetër dhe kam filluar me tërheq trupin e rreshtirit. Ku edhe kemi arrit me fut në veturë. Në ato momente kam kontrollu për pols, edhe pse sulmi asnjëherë nuk është ndalë, kam vrejtë që pols nuk kam mujt me vrejtë pols, por për shkak të sulmit nuk kemi mujt me i dhanë ndihmë tjetër. Kolegu Mirsadi, së bashku me një koleg të stacionit të Zveçanit, me trupin e rreshtirit të ndjerë, kanë arrit, përkundër se janë sulmuar shumë edhe në ato momente, kanë arrit me tërheq trupin dhe me vazhdu në drejtim të Mitrovicës së Jugut. Ndërsa unë jam kthyer te kolegët e me, aty afër kamionit. Kam bërë përpjekje që me kërku ndihmë dhe asistencë prej kolegëve, por që ka kalu kohë dhe është vënë ndihmë. Në ato momente kemi bashkëbiseduar me kolegë si ta gjejmë një mënyrë që të tërheqemi nga sulmi
për shkak të rrezikut të madh për jetë. Pas një kohë që nuk e di sakt sa ka mund me zgjata e periudhë, kemi vrejt që ka ardhur një veturë e blinduar nga baza e stacionit Kushtovës, me çrast që janë munduar të na tërheqin. Pasi kemi arritur me u fut në veturën e blinduar, spari kom fillu me i dhanë ndihmën kolegut Alban Rashiti, për shkak se ka qenë gjendja shumë e rëndë, ka pas gjakderdhje dhe jam mundu përmes turniketave të improvisuar të ndalë gjakderdhjen. Por në ato momente për shkak të adrenalinës dhe rrezikut nuk kam ndier dhe ambjen në shpatulla, gjithsesi ku ka marrë dhe lëndimin. Rrugës dhimbja ka fillu me u rrit dhe kemi vazhduar në spitalin e Mitrovicës, ku dhe na është ofruar ndihma. Atëherë mund të ulemi, faleminderit. Në rregull, faleminderit. Sa i përket dëshmitarëve për ditën e sotme, ne vetëm përfunduam. Besoj mbrojtja dhe prokuria keni pranuar një agent se si po tentojmë me procedu.